zgjatja e dorës grua-burr. Është aktuale edhe virale, muj me thonë, finalja e Champions League, ku një sportist i UFC-s, me emrin Habib, ja ka lënë dorën zgjatur një gazetares. Duke ditë edhe efektin e kamerave dhe miljarda njerëz që e shohin atë mbrëmje, ai ka vepruar ashtu. Unë desha me të pyet cili është dallimi mes atij edhe jush që para emisionit ne zgjatëm dorën, edhe shumë muslimanëve devotshëm që dinë mi respektu dhe mi vlerësu gratë dhe vajzat në mënyrën më të lartë të mundshme. Shiqo, mas pari, unë mendoj se kur fjalat e aspektet fetare të kultura e sjelljes e bontonit e kështu me radhë, na jena dëshmitar që vërtet ekzistojnë një larmishmëri mes kulturave, feve, popujve e kështu me radhë. Edhe mendoj se vërtet ish dashur të mësohemi pak, të jemi pak më tolerantë edhe ta pranojmë edhe njërin edhe tjetrën sjellje. Na e dim se këto tradita ekzistojnë edhe tek kulturat e religionet tjera, edhe në religionet e lindjes së largët atje që i dinë budistët e konfucianistët e kështu me radhë, kërkush nuk e bën problem se edhe ata i zbatojnë disa prej këtyne traditave që i kanë prej si pjesë të religioneve të tyre. Tash tek muslimanët, po, është më së vërtetë që ne e dim se edhe në islam i kemi disa tradita, disa rregulla të cilat kanë bëjnë me argumente kategorike që mbështeten në Kur'an edhe në Sunet pejgamberit alayhis salam, edhe që në to nuk kanë mospajtime besimtarët apo muslimanët. Edhe këto janë ato të cilat neve na bëjnë që në bazë të tyre edhe e mbajmi veten, e mbajmi njëri tjetrin, e mbajmë përkatësinë islame muslimane kështu me radhë, edhe që nuk na e damkos asgjë. E tash kur fjala te disa sjellje, te disa rregulla, në këto ka mendime të dietarëve, e që prej tyre është edhe që mendoj se vërtet është pasuria e islamit, që vërtet ka mendime kur fjala te këto aspekte që mund t'i quajmë se janë të dorës së dytë apo jo çështje kategorike të fesë, e që në këto ka mendime të ndryshme edhe të dietarëve, edhe dje ka pas edhe dietar bashkëkohor, edhe nesër ka me pas mendime, e që këto i pranojnë muslimanët mes veti, e që vërtet ka disa prej muslimanëve, disa prej teksteve sheriatike që kanë bëjnë me Kur'an apo me Sunet, i kanë komentue në mënyrë ndryshe, sepse gjuha arabe e teksteve që të thëna në Kur'an edhe në hadith e bartin mundësinë e komentimit apo e bartin mundësinë e shumë kuptimeve. Dhe prandaj disa e kanë marrë në një kuptim, disa një kuptim tjetër. E prandaj kur fjala te dorat, te dhënjat, te përshëndetja në islam, tek ne disa prej dietarëve, prej tyre doktor Yusuf el-Qaradawi, sa prej dietarëve bashkëkohor që i kemi pas edhe i kem, e shohin se çështja e përshëndetjes edhe dhënies së dorës nuk është e ndaluar, edhe prandaj bie fjala na e mbrojmë këtë mendim edhe këtë e zbatojmë, edhe pse nuk ja mohojmë atyre të cilët e kanë zgjedhur edhe mendimin që vërtet eventualisht nuk e shohin përshëndetjen, sepse atje qëndron një ajet kuranor, lems që quhet në gjuhën arabe prekje, e që vërtet çështja e prekjes së thjesht apo përshëndetjes së thjesht e llogarisin dietarët që nuk është e ndaluar, po lemsin Kur'an gjithmonë kur mirren argumentet që flasin për këtë fushë, edhe te ajetet, po edhe te hadithet, gjithmonë kanë bëjnë jo vetëm prekja thjesht, po është mandej është çështja e jetës bashkëtorë kështu me radhë. Prandaj nëse mirret në atë kuptim, qëllimi është tek ajo e jo në asnjë mënyrë vetëm një përshëndetje e thjesht, e që tash ai lojtari s'e diva kur pas ka ndodhur kjo, se pas na pon për veti, po ka edhe raste edhe tek ne që po disa e marrin mendimin që vërtet mendoj se nuk ka asnjë të keqe, t'ju pranohet edhe atyre edhe mendimi tjetër, edhe kjo është një bukuri, kisha me thonë, një pasuri e islamit që ka mendime edhe është pra sistem që kemi. E kom pa edhe që kanë sulmu vajzën për mos reagim tash për ndaj sportistit, po unë e mbështes edhe i thëmë bravo për kulturën edhe edukatën që e ka tregu. E vërtet edhe shiqo, mendoj se popujt e jashtëm edhe Evropa
na kupton mirë dhe mendoj se janë vërtet shumë më tolerantë se sa ne nganjëherë apo disa prej laikëve tanë, të cilët një diçka të tillë kur e shohin, një mos pajtim, një domthon e rrisin edhe dojnë me bo domthon vërtet problem madhor, sikur se ai ka të bën me tërkombin e kështu me radhë. Thash unë po m'duket se këto gjëra po i rrisin ata të cilët po i shkelin problemet e mëdha që i kemi, po i harrojnë ato edhe s'po mirën në zgjidhjen e tyre, s'po mirën në shtyrjen e këtyre proceseve që vërtet po na pengojnë edhe po na mbajnë mrapa gjithë kombin e gjithë vendin, e mandej po rreken në disa prej gjërave të këtilla edhe po i problematizojnë.